6 ditë nga kërkimet për trupin e 29 vjeçarit në fabrikën e kromit në Burrel, janë zbuluar disa sende dhe një këpucë të Ardit Beshirit. Kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili u rrëmbye bashkë me mjetin eskavator teksa po punonte në një stog minerali në zonën e njohur si Qaf Burrel të Klosit, vijojnë pa ndërprerje. Grupet e kërkim shpëtimit janë shtuar edhe disa ekipe nga forcat e sigurisë së Kosovës, të cilët kanë bërritur këtë të mërkur pranë vendit ku po zhvillohen kërkimet. Deri tani mësohet se janë disa shenja rrobash që dyshohet të jenë të 29 vjeçarit dhe disa mbetje të mjetit eskavator me të cilin ai po punonte në momentin që u rrëmbye nga rrjedha e ujit dhe inertet si pasojë e çarjes së një prej rezervuarëve të filtrimit të ujit. Kërkimet po bëhen me mjete të rënda, me krah nga ana ushtrisë si dhe me anë të disa aparaturave që detektojnë trupa në tokë. Ndërkohë, burime bëjnë të ditur se në zonën ku janë gjetur rroba është vendosur perimetri i sigurisë dhe ekipi i kërkimit po bën të mundur heqjen e dheut në mënyrë të ngadaltë për të parë nëse do të jetë 29 vjeçari Ardit Beshiri. Kërkimet për gjetjen e të riut pritet të vazhdojnë pa ndërprerje në të gjithë gjatësinë e luginës, nga fabrika e përpunimit të mineralit të kromit e deri në pjesën fundore. 29 vjeçari Ardit Beshiri të shtunën e 3 majit ishte duke punuar me një mjet eskavator, teksa një nga rezervuarët e ujit shpërthen dhe e mori me vete bashkë me mjetin.